Shqiptari oth në det me makinë dyshohet se donte të vriste gruan, arrestohet nga policia. Një 45 vjeçar shqiptar banues në San Giovanni in Marignano të Italisë është arrestuar pasi dyshohet se tentoi të vriste bashkëshorten e tij duke drejtuar makinën drejt detit në portin e Catalisas në provincën e Riminit, shkruajnë mediat italiane. Sipas hetimeve paraprake, burri e kishte ftuar bashkëshorten 44 vjeç të dilnin me makinë me pretekstin se do të bënin blerje. Pasi mbërritën në zonën e portit, ai dyshohet se përshpejtoi papritur dhe drejtoi automjetin drejt ujit. Makina goditi një shtyllë dhe përfundoi në det në një thellësi prej rreth 3 metrash. 45 vjeçari arriti të dilte shpejt nga automjeti dhe u largua nga vendi, ndërsa gruaja mbeti e bllokuar brenda makinës që po mbushej me ujë. Ajo arriti të shpëtonte përmes xhamit të pasmë, ndërsa disa persona që ndodheshin në port u hodhën ujë dhe ndihmuan çiftin. Gruaja u dërgua në spitalin e Pesaros për kontrolle, ndërsa burri, pasi u nxor nga uji, u zhduk. Pas largimit të tij, karabinierët nisën kërkime dhe e gjetën gjatë mbrëmjes pranë një zone të pyllëzuar jo larg banesës së tij. Sipas mediave italiane, një ditë para ngjarjes, policia kishte shkuar në shtëpinë e çiftit për një mosmarrveshje familjare. 45 vjeçari reagoi me dhunë dhe kërcënime ndaj ndërhyrjes së tyre, duke plagosur le 2 oficerë dhe duke dëmtuar një automjet shërbimi. Ai u arrestua, ndërsa pas lirimit një ditë më pas i kërkoi gruas që të dilnin të bënin blerjet.